Autoshkallat janë në vendin e ngjarjes, janë duke punuar. Besoj që janë 3 autoshkalla, 2 janë aktivitet, njëra është pjesën veriore, mund të vazhdosh që këtu tani është duke punuar, ndërsa autoshkallën tjetër e kemi në pjesën brava, pra në të 2 faqet e objektit jemi duke punuar me autoshkalla dhe gjithashtu kemi futur një grup me të gjitha pajisjet dhe mjetet e nevojshme që po lufton brenda vatrën e zjarrit. Ai është edhe grupi që po na mundson ne që të përfundojmë shpejt vatrën e zjarrit, sepse dihet nga autoshkalla hidhet vetëm ujë në pjesën e jashtme të objektit. Autoshkallat na kanë ndihmuar shumë për evakuimin e qytetarëve, kush nga mediat ka qenë këtu e ka parë shumë mirë që kanë qenë shumë efikase. Deri në katin e 5. Nuk është e vërtet, autoshkallat kalojnë sipër këtij pallati ku është vatra e zjarrit. Për ta vërtetuar këtë, do rinj këtu dhe do shohim. Paraprakisht a keni dyshime se çfarë mund ta ketë shkaktuar zjarrin? Nga volumi i zjarrit që shohim, mendoj që zjarri është në katin e parë të objektit ku ka qenë një biznes dhe mbas vënies në kënd të situatës, inspektorët e parandalimit të shërbimit zjarfikës në bashkëpunim me oficerat e policisë gjyqësore do bëjnë ekspertizën e nevojshme për të përcaktuar saktësisht vatrën e zjarrit. Vatra e zjarrit është aty dhe pastaj fasada ka ndihmuar vatrën e zjarrit që të hapet gjithë objektin. Ajo që kemi bërë ne është që ne u përqendruam në të 2 skajet e vatrës zjarrit dhe po ta shikoni, ju keni qenë këtu bashkë me ne, vatra e zjarrit ka avancuar shumë pak në momentin që ka qenë gjitha shërbimet zjarfikse këtu. Në pjesën veriore është një autoshkallë që po lufton deri në katin e kryes, e njëjta gjë edhe këtu mbasme është një autoshkallë që është deri në katin e kryes. Gjithashtu kemi përqendruar forca edhe në Tarac. Deri tani nuk kemi informacion për pasoja fatale, që është shumë e rëndësishme për shërbimin. Materiali i ndërtimit ka ndikuar që të përhapen më shpejt flakët? Ka ndikuar, atë që thash edhe më përpara, pra fasada ka ndikuar që të përhapet vatra e zjarrit. Edhe atë do të vazhdojnë ekspertët e shërbimit zjarfikës, gjithashtu edhe oficerët e policisë gjyqësore të përcaktojnë shkakun, gjithashtu edhe institucionet e tjera. Zonja Ristani, një pyetje për juve. Para 4 vitesh, njëjti pallat, njëjti kompleks ka pasur po të njëjtën problematikë me çështjen e zjarrit. Bashkia e Tiranës apo institucionet që janë brenda këtij, pra institucioni kaq të madh, kanë bërë verifikime, a kanë përgjegjësi për të marrë masa që gjithë kjo situatë mos ndodh më? Patjetër, ashtu siç tha drejtori, do të ndjekim të gjitha ekzamenimet që janë bërë dhe të gjitha masat që duhet të jenë marrë apo që do duhet merren në vijim. Faleminderit. Zoti Goxha, ju tha që keni ndjekur dhe Tirana faktikisht e kemi parë që ka pasur dhe probleme të tjera nga zjarret. Është i njëjti objekt që ka ndërtuar dhe te në Shëraku para 2 vitesh ra zjarr, keni qenë atje, keni luftuar me flakët. Pra është veshja që është përdorur e gabuara, si e shikoni, si e gjykoni ju nga ekspertiza juaj? Ekspertët do ta përcaktojnë ekspertët ndërtimit, ndërsa ne nuk është e njëjta kompani ku ka rënë zjarri vitin e kaluar, është një kompani tjetër ku ka rënë zjarri, por veshja, po fasada ka qenë, ajo fasadë që ka qenë atje ventilimit e transmetonte zjarrin. Por nuk mund të them tani se çfarë është kjo fasadë këtu, janë specialistët, ato ekspertët që do ta përcaktojnë se çfarë e ka përhapur vatrën e zjarrit. Faleminderit, vazhdoj punën. Faleminderit gjithëve, do ju mbajmë.